Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Largimi i Eglit nga shtëpia. Gjesti, jam i lumtur që ka dalë, nuk kam pasur dashuri për të. Largimi papritur i Eglit nga shtëpia e famshme ka lënë pas pasiguri dhe diskutime të shumta mes banorëve, të cilët e kanë akuzuar Gjestin si shkakun kryesor të gjendjes shëndetësore të përkeqësuar të banores. Ky moment ka shkaktuar reagime të forta dhe ka thelluar përplasjet mes dy personazheve të njohur të këtij edicioni. Gjesti është shfaqur i vetëm në obor, ku ka përdorur kamerat e shtëpisë për t'i dërguar një mesazh Eglit. Ai ka theksuar se qëllimi i tij gjithmonë ka qenë që ajo të mos arrinte në gjendjen që ka arritur, duke theksuar se ai ka bërë këtë për të mbrojtur të dashurën e tij nga një përkeqësim i madh emocional. Të gjitha gjërat që ti kanë bërë kanë qenë vetëm që ti të mos dalësh në këtë pikë si sot. Por shkaktar jam unë, prej meje që më ke dashur shumë edhe ke bërë si të shmëndur mbas meje. Unë s'kam dashur të vi në këtë pikë, prandaj të kam bërtitur. Nuk kam dashur të lëndoj ti veten, kështu që të kërkoj shumë falje, tha Gjesti. Ndërkohë gjatë një bisede me Shkëlzenin, Gjesti ka vazhduar të shprehë ndjenjat e tij duke theksuar se ai është i lumtur që Egli ka dalë nga shtëpia. Ai shprehu se gjithmonë ka ditur që ky moment do të arrinte duke pasur frikë nga pasojat që mund të kishte gjendja shëndetësore e Eglit. Jam i lumtur që ka ikur sepse e kam ditur që do vinte në këtë gjendje. Gjithkohës kam qenë keq vetëm për këtë pikë që ishte sonte, tha Gjesti duke theksuar se ka pasur një ndjenjë faji për atë që ndodhi.